Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, për sot do të flasim për rreth kuptimit dhe mesazheve që përcjell ajeti 214 në surën Bekare. Në këtë ajet të begat, Allahu i madhruar dhe i plot fuqishëm thot: Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum masathum al-ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Vërtet mendoni të hyni në xhennet pa provuar ata që kanë provuar të tjerët para jush? Ata i goditi mjerimi dhe sëmundjet dhe aq shumë u tronditën sa që çdo i dërguar dhe ndjekësit e tij thirrën. Kur do të arrijë ndihma e Allahut? Vërtet ndihma e Allahut është afër. Në këtë ajet, Allahu i madhruar thot se hyrja në xhennet nuk është diçka e lehtë. Ky ajet është një ligj i përgjithshëm i Allahut të plotfuqishëm drejt rrugës së mirësisë. Është një ligj i Allahut se na thot që rruga drejt xhennetit kalon përmes sprovave të rënda dhe përballjes me vështirësitë. Besimtari do të kalojë sprova ashtu siç kaluan popujt e mëparshëm dhe ndjekësit e profetët. Ata u goditën nga varfëria, nga mjerimi, nga vështirësitë, u sprovuan me smundje dhe fatkeqësi, u tronditën aq shumë sa edhe të dërguarit dhe besimtarët thirrën e thanë: kur do të vijë ndihma e Allahut? Dhe përgjigja hyjnore ishte: padyshim ndihma e Allahut është afër. Ky ajet përmban disa mesazhe, të cilat janë: mesazhi i parë, rruga drejt xhennetit kalon përmes provave. Disa njerëz mund të mendojnë se mjafton që të besosh për të hyrë në xhennet. Pra vetëm të thush unë besoj në Zotin, e dua Zotin, e kam Zotin në zemër, dhe kjo mjafton për të hyrë në xhennet. Por ky ajet e korrigjon këtë mendim dhe thot se besimi duhet të provohet në praktik përmes sjelljes, durimit, sakrificës dhe qëndrueshmërisë në vështirësi. Ky ajet
e rrëzon idenë se besimi është adhurim dhe rehati. Ajeti thot se çdo njeri që synon xhenetin duhet të përgatitet për vështirësi, sakrifica dhe qëndrueshmëri në fe. Mesazhi i dytë që përcjell ky ajet i begat është edhe më të mirët janë sprovuar. Sprovat nuk janë dënim, por janë një mjet edukimi shpirtëror dhe një mënyrë për të dalluar besimtarin e fortë nga besimtari i dobët. Sprovat pastrojnë zemrën, forcojnë besimin dhe e afrojnë njeriu me Allahun e madhruar. Edhe profetët, edhe besimtarët më të devotshëm janë tronditur nga sprovat. Kjo tregon se vështirësitë nuk janë shenjë e dobësisë, por pjesë e rrugës së drejtë. Sprovat janë ligji i Allahut dhe të gjithë njerëzit sprovohen në këtë jetë. Në ajetet 155, 157 të surës Bekare, Allahu i madhruar thot, sigurisht që ne do t'ju provojmë me frikë, me uri, me dëmtim të pasurisë, të njerëzve dhe të lashtave. Prandaj, përgëzoi të duruarit, të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thonë, të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Ata janë në rrugën e drejtë. Sa e mrekullueshëm pra ky ajet. Apo këto ajete të mbushura plot mësime, plot shpresë. Na thonë të gjithë ne do të sprovohemi. Por ai i cili e përballon sprovën, vështirësinë me durim, do të shpërblehet me bekim dhe mëshirë nga Zoti i tyre. Dhe Allahu thot se ata janë në rrugën e drejtë. Për qëllimeve të sprovës është njohja e të vërtetit dhe gënjeshtarit. Siç thot ajeti 3 në surën Ankebut, ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, në mënyrë që Allahu të dallojë ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. Gjithashtu, për qëllimeve të sprovës është pra që të dihet se kush vepron vepra më të mira në këtë botë. Mesazhi i tretë i këtij ajeti të begat, pra ajeti 214 në surën Bekare, është momenti i dëshpërimit është afër ndihmës. Në këtë ajet përmenden 3 gjendje. Pra varfëria, sëmundjet dhe tronditje e fortë shpirtërore. Kjo tregon se sprovat mund të jenë materiale, fizike dhe psikologjike njëkohësisht. Kur besimtari arrin pikën më të vështirë dhe thot, kur do të vi ndihma e Allahut, atëherë ndihma është shumë afër. Dhe ajeti thot, vërtet, ndihma e Allahut është afër. Ky është ligj i Allahut se pas kulmit të vështirësisë vjen lehtësimi. Por kushti është që vështirësinë, sprovën ta përballojmë me durim, pa u gjunjëzuar, pa u përkulur. Atëherë do të vijë pra edhe ndihma e Allahut. Sepse Allahu është me ata të cilët janë të devotshëm, me ata të cilët janë të sinqertë,
me ata që janë të fortë në rrugën e tij, me ata që nuk përkulen përballë sfidave, intrigave, përballë tiranisë, përballë padrejtësisë, kurrë nuk përkulen. Besimtari i vërtet, besimtari i devotshëm, ai i përkulet vetëm e vetëm krijuesit të tij, Allahut fuqiplot. Dhe vetëm tek ai, tek Allahu shpreson ndihmën dhe është i bindur se triumfi i vërtet është në dorën e Allahut fuqiplot. Prandaj duhet të jemi pra të bindur, nëse jemi në vështirësi, të jemi të bindur se ndihma e Allahut është shumë afër. Por fatkeqësisht njerëzit nuk e kuptojnë, nuk e ndjejnë, sepse mungon ajo njohja e vërtet e Allahut tek ata. Sepse në zemrat e tyre është zbehur drita e besimit në Allahun fuqiplot. Sepse zemrat e tyre janë të mbushura vetëm me dashurinë për këtë dynja, vetëm me dashurinë për të grumbulluar pasuri. Dhe nuk e kuptojnë se dashuria për dynjan e verbon zemrën. Dashuria për grumbullimin e pasurisë e sëmund zemrën. Vetëm njohja e vërtetë e Allahut, besimi në Allahun, mbështetja në Allahun, këto e ndriçojnë zemrën, e qetësojnë zemrën. Këto janë ato që e bën njeriu të fortë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Mesazhi i katërt i këtij ajeti të bekuar, pra ajeti 214 të surës Bekare, është edukim për durim dhe besim. Ajeti na thot të kemi durim kur na godasin fatkeqësitë dhe problemet, të mos e humbim shpresën nga ndihma e Allahut, nga mëshira e Allahut, nga falja e Allahut, dhe të kemi pra besim të plotë, të palëkundur në ndihmën e Allahut fuqiplot. Sigurisht që Allahu i plot fuqishëm i shpërblen pa mas durimtarët. Siç thot ajeti 10 në surën Zumar, vërtet, ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Të dashur vëllezër dhe motra, ky ajet përmban mësim praktik për jetën tonë të përditshme. Dhe na thot, kur të përballesh me vështirësi, sëmundje, padrejtësi apo lodhje shpirtërore, kujto këtë ajet të begat dhe thuaj, kjo është rruga e atyre para meje dhe ndihma e Allahut është afër. Prandaj mos u gjunj Zotin. Ky ajet pra na mëson se xheneti fitohet me durim, me sakrificë. Na mëson se sprovat janë pjesë e rrugës e besimit. Na mëson se ndihma e Allahut pra vjen gjithmonë. Shpesh dhe pikërisht aty kur duket e largët. Fraza e ajetit ndihma e Allahut është afër na mëson se ndihma pra vjen zakonisht kur njeriu arrin kufirin e durimit dhe të përpjekjes. Pra arrin kulmin e durimit dhe të përpjekjes për të përballuar çdo vështirësi, çdo problem, çdo sfidë, çdo intrig. Kjo frazë, pra vërtet ndihma e Allahut është afër, forcon shpresën, e lidh besimtarin me Allahun dhe e pengon, e largon dëshpërimin nga zemra dhe nga shpirti i njeriu.
Ky ajet na bën thirrje dhe na thot, mos u trondit nga vështirësitë në rrugën e Allahut. Mos mendo se provat janë shenjë braktisjeje, por ato janë pjesë e rrugës dhe janë lajmëruese e afërsisë së ardhjes së ndihmës së Allahut fuqiplot. Ajeti na mëson pra se xheneti nuk arrihet pas provë. Sprovat janë shkollë shpirtërore. Kulmi i vështirësisë është paralajmërim për ardhjen e ndihmës së Allahut dhe besimtari duhet të qëndrojë i fortë deri në fund. Në përfundim, ajeti 214 prej surës Bekare na kujton një të vërtetë themelore të jetës dhe na thotë se rruga drejt suksesit dhe shpëtimit nuk është e lehtë, por është e mbushur pra me sprova, vështirësi dhe durim. Ai na mëson se edhe besimtarët më të mirë para nesh janë përballur me sfida të mëdha, derisa arritën një gjendje ku kërkuan ndihmën e Allahut me sinqeritet të plotë, jo thjesht lëvizje të buzëve. Ky ajet nuk është vetëm një tregim historik, por një udhëzim i gjallë për çdo kohë. Ai na fton të mos dëshpërohemi përballë vështirësive, por të qëndrojmë të palëkundur në besim, duke pasur bindjen e fortë se ndihma e Allahut është gjithmonë afër. Prandaj, le të jetë ky ajet një burim force për ne, të përballojmë sprovat me durim, të forcojmë besimin ton dhe të mos harrojmë kurrë se pas çdo vështirësie vjen lehtësimi dhe se fitoria u përket atyre që qëndrojnë në rrugën e drejtë. Dhe insha Allah, Allahu do t'i bekoj muslimanët me fitore, me triumf, ndaj të padrejtëve, ndaj tiranëve, ndaj shtypësve. Allahu na forcoft në rrugën e tij. Allahu na bëft prej durimtarve në kohë sprovash dhe vështirësisë. Allahu u dhën për triumf muslimanëve kudo që janë. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.